Ju pam sot që ishit jo në gjendit mirë shëndetësore, s'ka ndodhë, si ke zita në i titujt? Para 4 javë të punu në fusha, ashtu kom lëndu komën këpuhtja të këtive Sakilit, kom pas një ndërhyrë një operacion në spitalin e përgjithshëm Gjakov, do të që ishte një ndërhyrje nga doktor Fisnik Vules bashku me Arbertolën, ka pas 100% sukses, një punë e shkelqyshme e vjekve, cilët edhe i faleminderoj. Edhe si dikush si themeluesi ju USK-s, njeri tashmë si deputet, halo vazhdon me ara, zoti Ibrahimaj? Në kemi halo, zakonisht njerëzit kanë ndryshojnë pak, tentojnë pak. Ne i kënaqësi me punu, edhe bashkë me familjarët, me djemët, me familjarët punoj, është për mu krenari me punu, nuk është mara me punu, mara është me bo punës këshia, mara është edhe mësë me dalën fjallë në herë, kur e premton dikën cilës do natyrë, mësë me dalën fjallë, kështu që premtoj me shku aty në hapave asaj rrugë, me majt fjallën, me punu, ndershëm, edhe me konë në gjendje çdo herë me dalë para qytetarëve, pa pas një mundësi me të thonë një fjallë të keqe. General, po du mu këthy të çështja për nesër. Nesër në tash ma zyrtarisht në ora 10, pritet seanca konstitutive, cili do tjetë qëndrimi i AK-s për nesër? Ashtu, si që kemë thonë edhe disa herë edhe lideri edhe na, sigurisht që ndoshta ka mundësi ndoshta me ndryshuar ndaj sen, po krye parlamentari votohet, pastaj shohim për procedurat e më të tjeshme, për formimin e qeverisë. Unë mendoj se nesër nuk do të bëhet qeveria dhe ka mundësi që merr shumë kohë për formimin e qeverisë. Nesër nuk do të bëhet qeveria dhe ka gjasë që do të merr shumë kohë. General, a do të votoni nesër emrin për krye parlamentar të lëvizjes vendosje? Po, por ka gjasa që zoti Kurti e partijave ves nuk do të propozojnë kur një emër, me qëllim të shtyhet koha për një afat caktuar, sepse për numrat nuk i ka për formimin e qeverisë, me formimin e parlamentit do të thotë ai hin afate kohore për formimin e qeverisë, ka gjasa që edhe mos të propozojnë një emër për krye parlamentar që mu shtyjmë atutje. Do të thotë jeni të bindën, doni mja votu krye parlamentarin? Jo, Aleancën parim do voton krye parlamentarin, qeverinë asnjë raton, ashtu si që kemë thonë të gjithë, për qeveri nuk do t'i ketë votat e Aleancës e as votën time personale. Për krye parlamentarin, thatë që do të votoni. Dëmonë, sigurisht që është një strategji për me qitë paraktit këmë zotin Kurti. Ju pëtoni si zotin Kurti së është interesum, s'ka me qitë asemër? Jo me qitë paraktit kryim, po është obligim ligjor, do të dijet edhe prej legislaturat të kaluara, krye parlamentari takon partisë parë, dërso për qeverinë ai që i bën numrat vigjartë të ne. Ju thatë që nuk do të propozoj zoti Kurti edhe është interesum për diçka tjetër. Ju besoni që nesër nuk do ta propozoj krye parlamentarin zoti Kurti? Ka gjasës që nuk do t'i ketë as për krye parlamentarin gjartë një vota, sepse ka mundësi që do t'i lëvizin numrat, po numrat e Aleancës do të votojnë krye parlamentarin. Kur thonin do t'i lëvizin numrat, çfarë aspekti? Nej deputetëve të vendosjes në do me lëviz? Çka po bëna më në Ka zona të pakënaqësive edhe nëpër parti ashtu, kërkimi i hisës madhe edhe prej këtyre numrave të minoriteteve, do të kanë zonë penallti ashtu, zoti Kurti ka mbyll vetvete dyert ndaj gjitha